Ajo që kam po në 2 ditë ku kam qenë pjesë e seancave gjyqësore, kur ka qenë deklarata e Hillit, kam qenë në gjykat, ta krijon këtë ndjesi. Ta krijon ndjesinë sikur ti je i kriminalizuar vetëm nëse ke qenë UÇK. E unë nuk besoj që një qasje e tillë është e pranueshme për askën në Kosovë. Tani tendenca që luftën me shëndru në luftë politike për terren politik, omenaj është nis nga shqiptarët dhe nga njerëzit tanë mrena Kosovës e të tjerë, por që nisa nuk duhet me harru. Kam prodhu çdo gjë. Intervenimi NATO ka si rezultat ndërhyrjes humanitare për shkak të luftës, krimeve, përndjekjes, vrasjeve, masakrave. Lufta ka ardhur imponuar. Lufta nuk është organizuar prej dikujt që e ka dashur. Me çeft, jo nga zori. Si imponim. Dhe na kemi përjetuar situatë, edhe unë që i takoj asaj gjenerate, e kam përjetuar situatë. Dhe nuk mund të askush më mbind me të kundërtën. Pavarësisht tendencave politike që mund me ndodhë gjatë pas luftës që janë normale, me marrë pozita dominuese ose heqe ku ta dion. Por nuk mund me ndryshu historinë, nuk mund me ndryshu faktet historike. Fakti historik është që lufta ka si rezultat i masave represive, genocidiale, për masave mizore, si me thonë, të një trajtimi jo human e çnjerëzor të na prej dignitet një regjim siç ka qenë ai Miloševićit që është pranuar ndërkombëtarisht, është zgjeku për atë pjesë, fatkeqësisht s'ka arrit me përfundu, edhe ne sot ballafaqohemi me një situatë ku një person i cili i ka dalë përballë asaj situate të krijuar, ballafaqohet pse dikush tikon pas ka kryer një krim lufte dhe kjo veshët masane ushtrisë e fare për drejtues të UÇK-s politik, për president vendi që ka shpallë këtë vend shtet. Nuk po flasim vetëm për një anë, po mënyra se si prokuroria e ka formuluar akuzën avokat, pastaj u ka dhënë arsye edhe atyre racionalistëve që vërtet ngrenë dyshime serioze se ç'bën me këtë gjykat. Unë mendoj që edhe vetë vendet e Bashkimit Evropian që Daniel Server tha, kam gabuar që ju kam që mbështesin këtë gjykat, si me thënë, kanë qenë të lajthitur në krejt këto që ka ndodhur. Dhe besoj që edhe bajthirja që tash nëse kjo gjykat ka qenë një investim i gabum i Bashkimit Evropian, i vendeve evropiane, vendeve perëndimore, bara si me thane, dështimit nuk duhet me vesh Kosovës, sepse është barë e papërballueshme. Dhe kjo prek jetat e njerëzve, prek të gjithë palët e involvuar në proces, edhe viktimat, edhe dëshmitarët, edhe të akuzumit. Procesi vendimarrja drejt e kësaj gjykate kam i shu këto, ose kam i evitu këto pasoja. Ju besoni këtë vendim? Unë tash besojnë vendim... Me gjithë gjetjet e drejtash? Adim se besojnë vendim. Nëse unë kisha me qenë gjyqtari e saj gjykate, edhe unë i kam pa me vëmendje ata gjyqtarë që janë pjesë e panelit gjyqësor. Kam lexuar edhe biografinë e tyre, kam pa edhe backgroundin që e kanë nga e kaluara. Nuk kisha me leju mu bë pjesë agjendave të caktume, nuk e di çfarë janë ato agjenda. Unë kisha pa vetëm me syrin e një gjyqtari. Dhe syri i një gjyqtari niset nga parimi, çdo me dyshje, çdo dilemë lidhur me faktet vendimtare interpretohet në favor të akuzuarit. Dhe kjo vjen si pasojë e çësjes që gjykata duhet me pas, që pala që akuzon duhet me sjell prova që e vërteton fajsinë. Jo bara provas bibit apo? Po. Dhe në anën tjetër, në asnjë rrethon nuk besoj që ata kanë me lujt me integritetin e vet. Kështu që të besu në integritetin e gjyqtarëve, unë besoj që gjykimi ka me qenë i drejt, cili do qoftaj. Shtetit Kosovës i mbetet barë i përgjithësisë me kriju mekanizmat monitorimit së gjykate edhe për te këtij verdikti, sepse aty ka njerëz që janë gjyku, e janë dënu, ka njerëz që janë në proces, ka mundësi me pas raste tjera, nuk i dim këta, por edhe nëse shpallën fajtor, edhe nëse lirohen nga akuza, gjykata duhet me nënshtru një procesit vlerësimi për mas me leju me kriju praktika të tilla të dëmshme për shtetet tjera nacionale. Verdikti final do të tregoj a pati të drejt UÇK dhe NATO apo Miloševići. Kështu po reduktohet pak a shumë gjithë rrëfimi për këtë situatë, meqense shumë pak po flasmi për një drejtësi
bazuar në prova, e jo në thashë theme, avokat. Unë prap e kuptoj që për mbaj, integriteti vetë gjyqtarëve në proces besoj që mund ban me besu në verdikt të drejtë. Pa tregu se cili për mund kish me qenë verdikti i drejtë, se masane është një lloj paragjykimi i parakohshëm. Dhe tendencat me i ullë standardet që Kosova i aplikon në sistemin e vetë drejtësisë, besoj që kanë mu evitu me një verdikt të drejtë edhe me një vlerësim e një analist mirëfill që duhet më u bë gjykatës mbi bazën e këtij raporti, por edhe të shqetësimeve tjera që janë ngrit. Çka është më rëndësi është që shtetet mike të Kosovës ndoshta duhet këtë çështje me ngritë në Këshillin e Evropës, sepse Këshilli i Evropës është shkaku që ka lind kjo gjykatë. E keni ndjerë këtë, se më ta them, këtë dilemë që kanë edhe vetë vendet në muajin e kaluar me kolegë nga vende ndryshme evropiane që muajin e kaluar ne kemi jetojnë sot me dilemën, me dilemën që mbase bën gabim që nesër gjithë këtë. O mendoj që efekti i raportit që e ka bëu avokatëve të Anglisë dhe Walesit, pra Komiteti për Drejtat e Njerëzit, dhe shpërndarja e këtij raporti edhe vendeve tjera përmes rrugëve diplomatike dhe mbajtja një takimi në Hag me datën në muajin e kaluar. Ku kanë marrë pjesë një numër shumë i madh i përfaqësive diplomatike që janë të akredituar në Hag, bota akademike, gazetar, mediume të prestigjioze. Dhe diskutimi që u bë brenda atij takimi për gati 3 orë dhe interesimi jashtëzakonshëm që kanë treguar shtetet për pjesëmarrëse në raport me raportin, me gjetjet dhe pyetjet që ja kanë parashtruar vetë autorëve të raportit, më ka bë me kuptu që edhe vetë vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet tjera që mbështesin këtë gjykatë kanë kuptu që ka mungu procesi i monitorimit dhe ka shumë shqetësime që duhet mu zbardh për me ardhur deri te përfundimi nëse kjo gjykatë ka ndjek rrugën e standardeve për cilat është themelu apo ka deviju krejt dika tjetër. Monitorimi duhet vazhdoj. Në gjithë këto vite, mbështetjen e kujt e kishte zoti Qele? Stafit në rand parë, stafit avokatit institucionit, po unë flas për Kuvend të Kosovës, për pushtetin ekzekutiv. Nuk është që avokati i popullit, si më thon, punën e vet e bazon ose e mvar në mbështetje të autoriteteve tjera, sepse edhe kushtetuta na thot si autoriteti i pamvarur nuk duhet me Mbase do të ishit të inkurajuar ta kishit këtë mbështetje. Mungesa e kontrollit parlamentar në përgjithësi ka pas pasoja në ushtrim të mandatit tim si avokat i popullit. Jo vetëm këtë temë që është një prej temave, prej 1000 temave tjera që unë i kam trajtuar gjatë mandatit. Pra parlamenti ka qenë ju i fuqishëm me kontrollu ekzekutivin edhe kjo e ban demokracinë e cënueshme. Sepse vendimarrja masane merret nga të zgjedhurit nga përfaqësuesit e popullit, jo nga vetë përfaqësuesit parlamentar. Jo nga vetë përfaqësuesit e popullit. Dhe unë s'paku kam prit një qëndrim shtetënor në raport me qasjen që shteti duhet me pas në këtë gjykatë, tu e konsideru që gjykatë e Republikës Kosovës. Unë nuk e di pse Kuvendi i Kosovës asnjëherë nuk e ka ftuar në raportim të rëndafiloven, nuk e di pse asnjëherë nuk kanë shkuar me vizitu këtë gjykatë dhe me kërku sqarime e përgjigje për shqetësimet që i kanë. Nuk e kanë ngrit këtë çështje mjaftueshëm në nivelin ndërkombëtar, nuk kanë kërku llogaridhënie nga autoritetet ndërkombëtare, nuk kanë kërku monitorim nga Mund ta bën te Kuvendi. Gjitha këto kanë mund të bëhen. Pastaj të angazhonin mekanizmat, çfarë ke angazhuar? Natyrisht. Çfarë keni angazhuar ju avokat? Natyrisht edhe besa që ka autoritete, organizata të pavarura ndërkombëtare që janë shumë të gatshme me bë këtë punë. Thjesht duhet çësje institucionale për me kuptu që ata janë të e kryeni punë në interes të dikujt ose në interes të një të mire që është përgjith. Dhe kohëve të fundit në organizimin e takimit në Hag kam pas një mbështetje të jashtëzakonshme nga ambasadori Drendoli. Jo në Hag, po. Drendoli, unë kam shpreh falënderimin e veçantë për ta, sepse ai përveç që ka përfaqësuar Republikën e Kosovës në mënyrën më dinjitoze të mundshme, kam pa që ka pas një rol shumë të madh edhe në informimin e përfaqësive diplomatike në Hag dhe kontaktet që ai ka sa duket i ka shfrytzuar mirë që pjesëmarrja me qenë masive. Unë as në Kosovë gati nuk kam pas takime me numër më të madh të përfaqësuesve të vendeve të ndryshme se sa
në Hag, pra avokati i popullit të Kosovës shkon në Hag dhe takohet me më shumë se 20 shtete e me më shumë se 70 pjesëmarrës në një takim, për mua ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Diskutim me peshë ishte po. Dhe çka bën edhe më të rëndësishme dhe çka e bën edhe më të veçantë këtë rëndësinë e këtij takimi është fakti që interesimi që ka zgjuar me bë debat, pyetjet që kanë parashtruar, komentet, por edhe vërejtjet që kanë mujt mi pas shtetet të caktuara në raport. Zoti Kurti nuk ka diskutuar thujse asnjëherë për të. Një ministre e tij zonja Donika Gërvalla ka folë me raste, edhe nga historiku i përplasjeve të ndryshme politike që ta dhe ose gjitha ato debatet edhe të brendshme mbase kanë shërby si alibi ndoshta për ta ushqyer këdo, në këtë rast edhe organet e akuzës për të formuluar lloj-lloj gjetje të pa peshuara, të pa balancuara deri më tash në akt akuzë aty. Por